Të nderuar vëllezër, sonte në këtë natë, mas këtij namazi që e falem duke e lutur Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na mëshiron, do të komentojmë disa ajete të Kuranit dhe disa hadithe të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam që ju diçka keni njohuri, keni ndëgjuar edhe nga hoxha juaj dhe nga hoxhallarët e tjerë. Tema e sontit është llojet e durimit. Një ibadet i veçantë që vazhdimisht ka lidhje me njeriu në jetën e tij. Dhe asnjëherë njeriu s'ka shansa t'i largohet kësaj cilësie, e kjo cilësi ka qenë cilësia e burrave më të dashur të Allahut, të pejgamberëve alayhimus salam. Durimi është një ibadet i veçantë që starton nga shpirti i qetë, dhe njerëzit sabërli janë njerëz me shpirt të butë dhe zemërxhan. E njerëz që nuk kanë sabër, ato janë shpirt ngushtë dhe janë shpirt jo rahat. Zakonisht kur ti folsh dikujt për sabrin, mendon se duhet me bë sabër kur vdes baba dhe nana, kur ti vdes e vladi, çatëherë me bë sabër pak edhe u bitis ki muhabet. Nuk po du me fol për sabrin vetëm që do ta përmendim, për sabrin kur i godet, kur i ndodh ndonjë fatkeqësi dikujt dhe hoxh, po vin hoxhallart, vin farefisi, vin miqasia dhe thojnë Zoti sabrin, Allah i në xhennet, amin, dhe me çka që me met Islami ose muslimani. Para se me mrit te kjo fazë me bë sabër kur të vdes dikush, duhet me bë sabër ndo ibadete tjera, ndo urdhna tjera, se urdhni Kurani është urdhna që të urdhnon diçka me bë, ose Kurani është që të ndalon mos me bë diçka. Atëherë kanë thënë dietarët, çka është definicioni i fjalës sabër? Çka do me thonë sabër? Çka me bën sabër? Veç në vdekje, veç në musibet, veç në smundje? Kanë thënë dietarët, sabri është një zemër e qetë, e rahatshme, një shpirt i rahatshëm, e cila e falenderon Allahun dhe është i ngulitur hakvi, Islami, besimi i pastër në zemrën e tij. Pse? Se na jetojna në dynjan me sprova. Ne jetojmë në jetë ku vazhdimisht në ndodhin të mira dhe të këqijat. Dhe krejt çka jemi na këtu dhe çka janë musliman këtë dynjan dhe njerëzimin krejt pin Ademin a.s. e deri te njeriu i fundit kanë me kalu momente të mira dhe momente të vështira. Krejt pineve që tu kena pas gëzim dhe krejt pineve që tu kena pas mërzia. Krejt prej neve jemi kanë shnosh dhe krejt prej neve kemi pas momente të smundjes. Këtë prej neve jemi kanë ndonjëherë, e kemi një vetën pak më azgan, e kemi pas moment që ndonjëherë jemi frigu. Këtë prej neve kemi pas luksoz të mirë, ndonjë moment ke pas të mirat e dynjas, e ka njëherë të ka mungu diçka. Edhe lloje të ndryshëm. Prandaj, na jetojna me një botë, me një jetë ku ka dy ftyra. E ka ftyrën e mërzijës dhe e ka ftyrën e gëzimit. E ka ftyrën e të këqijave, sprovave dhe ftyrën e të mirave. Atëherë cili është obligimi jon këtë sabër çka po folmi, që është ibadet i veçantë mu kanë muslimani sabërli? Disa prej dietarëve kanë thonë, njeriu është musliman atë sa sabërli. Njeriu ka fe atë sa ka sabër. Dhe njeriu ka fe atë sa është falënderues. Prandaj masi ty që to dy punë po të baj kanë vaki dhe mu dhe krejt njerëzimit. Ja e mirë, ja e keqe, kur të vinë të mirat, vëllai i nderuar, falendra Allahun, se nëpërmjet falënderimit Allahu t'i shton të mirat. Kështu ka thënë Zoti në Kur'an, nëse jeni falënderues, la yazidannakum, ne do t'ja shtojna të mirat. Po kur të vinë sprovat, atëherë bënu sabërli. Ban sabër me një qëllim, ta kënaq krijuesin tan, ta kënaq Allahun tan, edhe t'jesh nga ata të cilët Allahu i don. E kështu thot Allahu në Kur'an, Allahu i don sabërlit. Allahu është me ata që janë sabërli. Allahu është me ata që janë sabërli. Prandaj, masi njeriu pas ka dy ftyra të mërzijës dhe të gëzimit, kur t'i vinë të mirat me falendru Allahun, e kur t'i vinë sprovat me bë sabër, me qëllim që me arrit kënaqësinë e Zotit, e nëpërmjet kënaqësisë Allahut, Allahu më na bën nasib xhenetin, e lutim Allahun të na bën prej banorëve të xhenetit. E sprova dietarët kanë thonë masi dynjaja pas ka sprova,
atër kanë thonë cilat janë llojet e sprovave, musibeteve, fatkeqësive. Janë 3. E para, sprova e parë është sprova në dynjë, në materie. E dyta, sprova në shnet dhe në vlad, në familje. E ki di kanë smut, je veti smut, ki telashe, ki smundje, ki dhintat mdhaja. Edhe sprova e tretë është sprova në fejnë Allah subhanahu wa ta'ala. 3 lloje: pasuri, shnet dhe e vlad, dhe e treta në fej. Thotë Allahu në Kur'an, dhe të përmendim disa nga ajetet në Kur'an, disa, se ka shumë ma shumë ajete që flasin për sabrin. Dhe thotë Allahu në Kur'an, që e lexuam në namazin e akshamit, thotë Allahu në Kur'an: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin." Dhe ne di të sprovojna njerëzit, do t'i bëjna ibtila njerëzit me frikë e me unësi, dhe do t'i marrim nga antarët e familjes. Po thot wa bashiris sabirin, po merrim mysh dhe thot Allahu në Kur'an një kategori së veçantë, wa bashiris sabirin, merrim mysh dhe njerëzve që kanë sabërli. Bani pyetje vetit, a je sabërli ti në sprovat e Allahut? A ban sabër ti në sprovat e Zotit, dhe në cilat lloje sprovave ban sabër? E para, thot Allahu në Kur'an në ajetin e dytë: "Wala nabluwannakum hatta na'lama mujahidin minkum was-sabirin." Ne do t'i sprovojna njerëzit se kush janë luftar në rrugt të Allahut prej jush, edhe kush janë ata durimtarët. Prandaj jeta është vazhdimisht mund, dhe njeriu duhet të sakrifikon për hir të Allahut, dhe njeriu për me tregu besnikri në fenë e Allahut duhet të jetë durimtar. Ajeti i tretë, thot Allahu azza wa jalla në Kur'anin famlar: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab." Me të vërtetë, ata që bëjnë sabër, shpërblimin të Allahu e kanë pa hesab. Me fal një namaz është me 10, me dhënë një sadaka deri me 700, ama sabri në momentin e parë kur godet ty ndonjë fatkeqësi, Allahu ka garantuar dhe ka thënë se shpërblimin e ki pa hesab, shpërblimi i madh dhe i veçantë. Prandaj ky ibadet është ibadet i shpirtit dhe zemrës, që duhet me bë tërbije në vetveten, duke madhruar Allahun dhe shpresuar në Allah se nëpërmjet sabrit Allahu neve do të na shpërblen. E ka pyet Said al-Khudri radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një ditë, dhe i ka thonë: "Ja Rasulullah, ejun nasi ashaddu bala'an", cilët janë njerëz më shumë ti me sprova që Allah i ka bë ibtila? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihin." Njerëzit më shumë ti që janë sprovum, që Allahu i ka sprovu, janë pejgamberët e Zotit, e pastaj njerëz e mirë. A thu vallë, Allahu a nuk i ka dash pejgamberët? Allah i më shumë ti ka dash pejgamberët, por edhe më shumë ti ka sprovu, pse ata kanë qenë sabërli, edhe Allahu prandaj i ka ngrit në kategorinë më të lartë të shpërblimit që ka përgatitur në xhennet për banorët e xhennetit. Prandaj kjo natyrë është natyrë e sprovave, edhe pejgamberin Muhammed Mustafa Allah e ka sprovu. Allah e ka sprovu dhe Ademin a.s. edhe Musen a.s. Dikan me smundje, e dikan me fukarallëk, e dikan me luft, e dikan me mbret zullumqar, e dikan me evlad, e dikan me bab, e dikan në bark të peshkit, e dikan në burg me vite me radh. Por gjithë ata ishin sabërli dhe banën sabër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtetë: "Ajaban li amri al-mu'mini inna amruhu kulluhu lahu khair." Çudi është me muslimanët, krejt punët e muslimanit janë khair. "Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min." E kjo nuk i ndodh kurkujt përveç se besimtarëve, nuk ka thonë njerëzve, po kjo special për ato që kanë shahadet dhe besim në Allah subhanahu wa taala. Thot: "Idha asabathu sarra shakara Allah." Ai që e godet ndonjë e mirë, e ka ndëru Allahu me të mira, si që na ka ndëru neve dhe shumë kanin, atëherë thot ai e falenderon Allahun, edhe kjo është thot maj mira për te. Maj mira më kanë falenderues në të mirat e Allahut. Por thot edhe në qofse e godet ndonjë fatkeqësi, atëherë thot ai ban sabër dhe kjo është maj mirë për te.
Prandaj ty dyjat janë të mira dhe shpërblim prej Allahut. Nëse e godet e mira, Allah e falendron, ky e falendron Allahun dhe Allahu e nderon dhe ja shton të mirat e dynjas dhe të ahiretit, ndërsa nëse e godet me sprova, ai njeri ban sabër dhe shpërblehet te Allah subhanahu wa taala. Prandaj, të nderuar vëllezër besimtar, ne i dallohemi prej këtë feve me një kusht, me një shart të imanit. Çka besojna? Në Allah, në melaqen pejgambera, e po mirë masanena, besojna në kaderin e Zotit, besojna në caktimin e Allahut. Atëherë, a mjafton me thonë unë besoj në kader, e kur të vjen ndonjë musibet, ku e gjet, në udhubillah, ku e gjet mu më gjet që kjo e keqe, Allahu ma mur e vladin kohën ma të mirë, ma dha musibetin kohën ma. Kështu nuk ban me thonë. Prandaj kur të vinë musibetet thuj, alladhina idha asabathum musibe, kur t'ju vinë juve fatkeqësi, thuj se pe Allahut jemi dhe tek Allahu kthehemi. Thuj qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Ky është caktimi i Allahut dhe un jam i kënaqur me kaderin e Allahut. Prandaj thot Allahu në Kur'an se kaderi është i shkruajtur, musibetet dhe të mira dhe sprovat janë këtë shkruajtur, kul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Nuk ka mundsi diçka më të ndodh përveç atë çka ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Thot Zotin Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kataba Allahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana. Allah I ka përcaktuar sendet sa kimë jetu, sa kimë hangër, sa kimë pi, sa kimë koni gëzuar, me sa e vlat kimë jetu, kam të dhon 3, kam të marr 2, kam të marr krejt, kimë vdek para tyre, kimë vdek pas tyre, do të thotë këto janë caktimet e Allahut. Kimë hek që ka 6 vjet, kimë koni smut. Krejt janë caktimet Zotit. Prandaj dy formula janë: njeriu do të më kanë falënderues dhe durimtar. Edhe el musibe la budda minha, dhe musibetet, sprovat, nuk ka shansa dikush mi u largue. A është I pasër, vallahi kjo rahat, nuk është rahat. Vallahi është mbret, vallahi nuk I hikin musibetet as atëve. As mbretnive, as të pasërve, as ministrave, as njerëzve shumë të shnosh ka janë me trup, e shakan gard, e shakan ushtri, krejt kanë me kaluën a për sprovat e ndryshëm. Edhe nuk ka shansa me kalu dikush, ndesh me Firaunin, ndesh me Nemrudin, ndesh me tjerë të poshtë, krejt janë sprovum. Prandaj na si musliman do të me pas këtë formul, dvulast dhe çtim në shpirtin ton, prej sodit mos me marr vesh se sabri on xhenaze kur të shkojsh me sabër. Po sabër me ban musibet kur të vinë fatkeqësit, me ban sabër se shpërblimi është I madh tek Allahu. 1, e dyta Allah I don sabërlit. 2, dhe e treta ti je nga ata çka do të thirrësh prej banorëve të xhenetit, prej të parëve çka do të thirrësh janë ata sabërlit dhe falënderues. A don më kam pikë kësaj kategorie? Po, banu sabërli dhe edukoje shpirtin tënd, banu zemërxhan, banu sabërli në sprova dhe në të mirat e Allah subhanahu wa taala që na sprovon vazhdimisht. Çka është definicioni I sabrit pak më gjan, me marr vesh, çka është sabër? Sabër është në momentin e parë kur të godet fatkeqësia çatëherë. E sabër fi darbatul ula, sabri është në momentin e parë. Sabri është me ngulu hakin në zemrën tënde, edhe më të pushu zemra, edhe e ke, edhe e sprov më kanë, edhe dhimt më kanë ti me shiu knatësi. Qysh be hoq? Po Allah është caktimi I Allahut. Fukara, po Allah I ka ditë këtë vezengina më na kriju. Allah I ka ditë këtë veçnosh, Allah I ka pas mundësi këtë në xhenet më na çu. Por nëpërmjet sprovave ti të pastrohen gjunahet, nëpërmjet smundjes, nëpërmjet sprovave ti të pastrohet shpirti jot, edukon shpirtin tën. Prandaj shpirtat më të edukuar kanë të pejgamberëve të Allahut. Po shpirtat më të sprovuni kanë shpirtat e pejgamberëve të Allahut. Prandaj ne I përmenim dhe do t'i përmenim deri në ditën e Kiametit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e përmenim Yusufin alayhis salam, e përmenim Musa alayhis salam, e përmenim sabrin e Ibrahimit alayhis salam, që e dini më mirë se unë sprova dhe jetën e tyre. Prandaj kanë thënë disa dietar, sabri është huwa tarku shahawat, sabri është me lan epshin tan, nefsin tan. Hoq, shka ka lidhje nefsi me këtë punë? Do t'i sharojmë edhe më detaj. Sabër hua rida bil maqdur. Sabër do në thotë më kanë I knaqt me kaderin e Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabët, shokët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me thanë një fjalë të madhe. Derisa ishin të dobët, edhe ushtarakisht, derisa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin në luftat e parë dhe fillun të forcohen dhe të marrin ganimet, të marrin pasuri nga luftat që I fitonin, dhe filloi të zgjerohen kufit e muslimanëve,
të ngritet fjala e Allahut, në fillim ishin sabërli dhe e thanë një fjalë, pastaj kur filluan me bardh pasuria dhe të mirat e dynjas, thotë jemi sprovuar me të këqija, me sprova të ndryshëm, thotë kemi qenë më sabërli. Kur Allahu thotë na sprovoi dhe u qalën dyrët e dynjas dhe të mirat e luksozit apo të mirat e dynjas, thotë na u sprovum dhe s'po bajnë sabër atë sa duhet. Para mendojnë atë kohë. Edhe ndalu tash në luksozin ton, musliman kur ti vetë çkita në kohën, si ki punë vallahi s'u mbajnë. Kur t'ja nalsh jetën e tyre t'ja analizojsh, edhe të mirat mi njeh me numra nuk ka mundësi se, thot Zoti në Kur'an, se kur ti numroni begatit e Allahit, nuk ka mundësi mi numrue. Amo njeriu vazhdimisht ankohet. Prandaj nuk është cilësi e muslimanit mirë dhe sabërli që është ai që ankohet dhe kukat vazhdimisht. Po cilësia e muslimanit është ai i cili falenderon dhe bën sabër në sprova. Wallahu yuhibbu s-sabirin. E Allahu në Kur'an i don njerëzit që janë sabërli. Thot Zoti në Kur'an ajetin e 4 me radhë: Ma asabe min musibetin illa bi idhnillah. Nuk ka mundësi mi ndodh dikujna pse është dëshirë dikujna mi ba dikujna diçka, ja. Nuk ka mundësi ndonjë fatkeqësi mi ndodh pa dëshirën e Zotit. Qoftë smundje, qoftë vdekje, qoftë fukarallok, qoftë luftë, qoftë tërmet, qoftë frikë. Pa marrë parasysh. Kjo është caktim dhe dëshirë absolute Allah subhanahu wa taala, musibetun illa bi idhnillah. Wa man yu'min billah, dhe kush beson në Allah, ashtu siç na ka mësuar Allahu në Kur'an, thot yahdi qalbahu. Allahu e udhëzon çat musliman, wallahu bi kulli shay'in alim, dhe tregon cilësitë të Allahut subhanahu wa taala se Allah është i gjithdijshëm për punët dhe për caktimet e juve që Allah i ka caktuar. Ajeti ka 3 mesele. Mesela e parë është se fatkeqësitë dhe sprovat nuk vijnë pa dëshirën e Allahut, vijnë me dëshirën e Zotit. E dyta, ata që besojnë shart, që besojnë në Allah dhe besojnë në caktim Zotin, kader, që përmendëm më herët, Allahu e udhëzon zemrën e tij dhe e bën zemërxhan, dhe kur t'i vinë musibetet, ai pranon si sprova nga ana e Allahut subhanahu wa taala dhe bën sabër dhe shpërblet. Wallahu bi kulli shay'in alim, e Allahu është i gjithdijshëm për ndodhit që ndodhin, do thotë që i ndodhin njeriut. Folëm për sprovat, llojin e sprovave në dynja, llojin e sprovave në shnet, forma e dytë, në shnet dhe evlad, dhe sprova e tretë, sprova në fenë Allah subhanahu wa taala. Të nderuar xhamat, sa e kanë gajlën e sabrit në ibadet të Allah subhanahu wa taala muslimanët? Sa e kanë gajlën ose sprovën e fejes dhe dynjas? Kemi përmend me sa më duket të nderset më hershëm, sa na flasim për një smundje të një djalit ton i cili e ka një smundje, Allah i shërov gjithë evlatët e muslimanëve. E çka bëjmë ne për ata njerëz që janë smut në aspektin tjetër, që nuk kanë sabër dhe nuk e ndalin veten me bë ibadet Allahut? Kjo është smundje më e madhe. Mos me pas sabër në ibadet Allahut është smundje më e madhe. Se sa më kanë i smut me pas grip, a më kanë mi dhim dhami, a mi dhim zemra, a mi dhim bubrejkja, ku ta dione. Prandaj kanë thënë ulemaja, masi sprovat kanë në disa lloje, janë edhe sabri disa lloje. E para është me bën sabër fi taatillah, me bën sabër fi awamirillah, në urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe sabri i parë që kërkohet nga robi është me bën sabër në ibadet të Allahut. Pse? Se nuk mundesh ti me marrë vesh meselen e sabrit, shpërblimin e sabrit, me marrë vesh meselen e kaderit që Allahu ta ka caktuar ket, pa i bë ibadet Allahut ashtu siç meriton Allahu subhanahu wa taala. Me bë sabër, në çka me bë sabër? Njeriu është fe, ka fe atë sa është sabërli. Me fal namazin me bë sabër, me agjëru du të me bë sabër, me shku në agjëllok me bë sabër, me luftu në rrugë të Allah du të me bë sabër, mi thirr njerëzit në rrugë fi sabilillah, mi thirr në fe të Allah du të sabër, me lënë vetën keq për mi bë dikujna mirë, mja paksu të mirat tua për mi bë dikujna mirë. Këtë këto janë mesele të sabrit. Prandaj duhet të me sakrifiku, edhe kjo është ibadet i veçantë, se nuk ka ibadet që mund të bëhet pa sabër. Edhe temeli i këtë ibadeteve është sabri. Prandaj njeriu ka fe atë sa është sabërli. Prandaj sa ki sabër namaz, në Kur'an, në ders, në mësim, në respekt ndaj familjes, prindëve, nanë dhe babë, sa ki sabër ti në raport me namazin, sa ki sabër ti me lexu Kur'an në ditë,
Sa ki ti sabër me ngu ders, dhe s'ki sabër me ngu fjalë të Allahut dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sa ki sabër pastaj në të kundërtën e kësaj me hub kohë bosh. Sa don koti për Allahun tan, sa e don mundin dhe shpirtin dhe zemrën tan dhe trupin tan për Allahun tan. Sa ban sabër, trupi jot, mendja jote mu lodh për Allahun tan. Na që tu, bani pyetje vetin, ndalo, sa je sabërliti, ma të me peshoj, vëna e vetën pesh, sa e të madhru Allahun me sabër. E këti ibadetet pas kanë bazë, me ku të sabri. Prandaj, e sabru fi inkar el muharramat, prandaj e dyta, e para është, në urnat Allahut me bë sabër, në urnat Zotit. Dhe këti ibadetet bëhen duke bë sabër. E dyta, me bë sabër në ndalesat e Allahut që të kanë ndalu ty. Pse vjedh ti? S'pari herë, është ndales nga ana Allahut subhanahu wa taala. Allah i të ka thonë mos me vjedh. Allah i të ka thonë mos ju afro zinas. E ti çka, ti nuk ki sabër, ti afrohesh haramit. Allah të ka thonë mos ju afro kufrit dhe shirkut, mos bën kufër, ka thonë. La tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Ti afrosh, ti s'ki sabër. Prandaj sabër në njëshmëri, në besim në Allah, s'parjer sabrin në besim me forcu. Pastaj sabrin në ibadet, e pastaj të kundërtën e kësaj. Pastaj sabër me ba në ndalesa që të ka ndalu Allah, ti mu largu prej sajna. Mu largu prej alkoholit, mu largu prej zinas, mu largu prej ribas, mu largu prej vjedhjes, mu largu prej renës, mu largu prej tradhtijes, mu largu prej zullumit, mu largu prej mos respektit ndaj prindërve, po me respektu prindin, farefisin, akraballëkin dhe ashtu me radhë. Edhe e treta, el sabr fi mesaib dunja dhe musibetet që të ndodhin tyje me bë sabër. E përmendëm pak më herët. Thot Allah në Kur'an, Lukman Hakimi, që është përmend në shumë pika që e ka eduku djalin e vet, dhe i ka thonë ja bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. O birjem, mos i ban shirk Allahut se shirku është zullum i madh. Pastaj ka thonë ja bunayya aqimis sala, o birjem fal namaz. Wa'mur bil ma'ruf, dhe thirr punë të mira. Thirr njerëzën punë të mira. Wa nha anil munkar, dhe largoj nga e keqja, wasbir ala ma asabak. Dhe o birjem, porosit veçantë Lukman Hakimi djalit vet, dhe i thotë o birjem, ban sabër në atë çka të godet ty. Pse? E ka përfundu pin fillim, ka nis pi besimit, ka përfundu me sabrin, se kjo natyrë është me sprova të ndryshëm. Ka fillu prej besimit, e pastaj namazit, e pastaj ka thonë mos i het cepat e krave nalt, mos hes kibërli mos u ban, e në fund prej porosive ka thonë o birjem, thirr punë të mira, largon nga e keqja. E një prej urdhnave në këtë ajet është o birjem, banu sabërli në ata çka të godet ty. Prandaj shpirtat të nderuar xhamat janë tre lloje. Shpirtat janë tre lloje. E para është shpirti që urdhon të keqe, an-nafsul amara. Do të thotë shpirti i cili nuk ka besim dhe dashni ndaj Allahut. Shpirti i cili se ka gajlën, zemra e cila nuk e ka gajlën e ahiretit. Shpirti i cila nuk don me definu ose me marrë vesh definicionin e këtij ibadetit veçantë sabrit. Ky shpirt që urdhëron në të keqe e pason shejtanin alayhi lana, dhe ky shpirt është i trishtuar në dynjë dhe në ahiret dhe kur rahat zmohat. Dhe ky është nga shpirtat e qortuar dhe është nga ata banorët e xhehenemit. Allahun e lutim që ne mos jemi nga ky grup. Shpirti i dytë, i kategorisë së dytë, është shpirti qortues. Shpirt që ka iman, e don Zotin, e don pejgamberin, po kur t'i vjen harami nuk është shumë sabërli. Çka i hin haram, i hin zullum, i hin punë të këqija. Po vallahi kur t'i vjen i më thon hayya ala salah, hayya ala falah, hajde namaz, hajde në shpëtim, ai nuk ban sabër me vllaznitë e tij me fal namazin. Sa kemi na musliman që to, njëri të lut një herë kishton, po kjo është kufër. Përveç që e ka shqiptu këtë, nëse ka me bindje, tha unë e hoq, nëse është për sabër jam pi banorëve të xhenetit. Tha pse? Tha se 60 vjet e kum pas xhamin Karshi, kur s'kum hin xhamin, unë kum pas sabër, s'kum hin xhamin. Kjo është sabër shejtani, ai është pi banorëve të xhenemit në Allah. Kjo është e para, mohim. E dyta, istihza me fejt Allah subhanahu wa taala. Prandaj na si musliman duhet me praktiku fejnë Allahut. E ky shpirti i dytë, ka shpirti i cili e don Allahun dhe pejgamberin, po të njëjtën kohë ka një herë çka rrshet dhe bën mëkate. Nuk bën sabër në urdhnat e Zotit, nuk bën sabër
po hin haram dhe ban zullum dhe padrejti dhe punë të fllëçta. Dhe shpirti i tretë është shpirti nafsul mutmainna, thot Allahu në Kur'an në suratul Fajr, ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shpirti i qetë është shpirti stabil, është shpirt me dashnin ndaj Allahut dhe pejgamberit, është shpirt i cili është falëndërues dhe është durimtar. Kur t'i vinë të mirat e falëndron Allahun, kur t'i vinë musibetet, provat ai bën sabër dhe shpreson shpërblimin te Allah subhanahu wa taala. Dhe ka thon Yahya ibn Muadh, adau l'insani thalatha, jon tre kategori, tre lloje ose tre momente që njeriu është armik i njeriu. Momenti i parë ose lloji i parë, armiqësia e parë e njeriu të është dynjaja. Pse njerëzit nuk janë sabërli? Se garojnë mas haramit, mas hakit huj, i mashtron dynjaja. Edhe kurtha e parë e njeriu për mos më bëj sabërli është dynjaja. Një, e dyta, inna shejtana lil insani adubun mubin. Shejtani është, do të thot, armik haptas i njeriut që e mashtron dhe devion dhe e përshpejton ose e shtin njeriun më gut, mos me bë sabër, as në ibadetet Allahut nuk e le, po edhe në punë këqija e çon dhe ja tregon rrugën e devijimit. Dhe e treta është nefsi jot ose epshi jot. Prandaj ka thënë Allahu në Kur'an: wa amma man khafa wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa. Ata që bëjnë sabër dhe ndalin epshin prej haramit, ata njerëz e kanë të garantuar, do të thot, xhennetin. Fa innal jannata hiya al-mawa, është e premtuar xhenneti. Prandaj sabri, njeriu ka tre lloje shpirtave: shpirti i cili nuk ka dashni ndaj Allahut, shpirti i cili nuk është sabërli hiç, shpirti i dytë e don Allahun, po ka do pika të zeza në atë shpirt, në atë zemër, dhe shpirti i tretë është shpirti që ka dashni ndaj Allahut, pejgamberit, dhe është shpirt stabil me sabër dhe me shpërblim, me shpresë që Allahu do ta shpërblejë me të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Po tregojmë një rast të Rabia, nana e Rabiut, i cili një ditë e shef djalin e vet duke kajt. Qatë shumë të kajt me trishtume, që u trishtu edhe nana vet dhe pi thot: o bir, shka ke bati, shka ke maruti? Thot që pukan që kaq, oj non, ju këthy edhe për pukan hala ma shumë. Thot helbet, thot mëse myte dikan, mëse vrajte dikan, thot edhe qkojnë t'ja lypna hakin atina, t'ja paguina gjakin, e t'i lypmi halallëk, e t'bajnë shtobe dhe istikfar. Oj non, thot e këmbo një pun halamat madhe se ka t'i lëk. Thot që ke bo birjem? Thot nefsi, oj non, nefsi. E nefsi është ajo që ka e prish njeriun, që ka e devion njeriun, që ka duke shtim u bon stabil njeriun. Prandaj muslimani duhet me stabilizu shpirtin e vet, nefsin e vet, dhe me ndjek rrugën e Kur'anit dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Allahu në Kur'an, natyrshmëria e kësaj dynjaje ka me sprova për me garantu dhe me një ajeti i 5 me radh. Thot Zoti në Kur'an: Alif lam mim, e hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A kanë llogaritur njerëzit me thonë se ne kemi besuar Allahin, e masanena mos me pas sprova të nënë sfalna, nuk shkojnë haqëllëk, nuk maj Ramazan, nuk shkojnë te ismuti, nuk shkojnë gjenaze, nuk shkojnë akraballëk. Jo, jeta është me sprova. Edhe thotë Allah në Kur'an: a kanë llogaritur ata me thonë se kemi besu Zotin, që ke thonë shahadetin, e ata më sprovohen. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ne do t'i sprovojna për me pa se kush janë ata të cilët janë të sinqertit dhe besnikët, dhe kush janë ata rënacak që nuk i rrinë fjalë Allah subhanahu wa ta'ala. Prandaj, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çdo lloj belaje, sprove që e godet muslimanin, që neve na ndodhin vazhdimisht, prej dhimtës, ose mërzijës, ose të lasheve të ndryshëm, dhe ai duran për hir të Allahut subhanahu wa taala, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajo është pastrim dhe Allah ja fal gjunahet atij. Edhe një herë, çdo sprov me mërzia, me smundje dhe me të lashe, dhe ti ban sabër për hir të Allahut, Allahu ty nëpërmjet sprovave ka më t'i fal gjunahet. Prandaj suneta kur shkojsh te ismuti, çka duhet mi thonë? Tahur dhunu, pastrimi gjunahave.
Dhe aslan njeriu kur Allahu e sprovon nuk do të thotë që ka dënu, por nëpërmjet sprovave Allahu e filtron dhe ja fal gjunahet. Kështu tregohet me një rast, një sahabi i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet, thotë unë e du fukarallëkin, jo me kërku, po e don. Thotë edhe e du smundjen, thotë edhe e du vdekjen. Më na thon neve, a e don smundjen? Jo. A e don fukarallëkin? Jo. A e don vdekjen? Jo. E kanë pyetur sijen, pse ti e don fukarallëkin? Thot për mja dit vlerën të mirave të Allahut subhanahu wa taala që na ka dhënë shumë, edhe me bën krahasimin tan, me bën krahasimin me fukaran që jetojnë. Jetën tonë, apo do më kon sabërli po. Këshira ai çka i ka punë të maket se ti. Ai çka s'ka me hangër në darkë, ai çka s'e pagun ilaçin, ai çka e ka problemin e djalit e ka në spital dhe s'e pagun spitalin. Këshira që ket hallt atina dhe bën e krahasimin tan. E dyta, thot e dua, thot smundjen. Po pse smundjen? Thotë se kam dëgju pejgamberin sa misri ka thonë, është pastrimi i gjunave. Po vdekjen, thotë jam përmallu për Allahun tëm dhe du vdekjen që të shkoj te Allahu jam. Se takimi me Allah është, do thotë me që do t'i fut në xhenet, është mas vdekjes, është i përgatit xheneti. E thotë jam përmallu për Allahun tëm. E ai burr ka qenë sabërli, ka qenë, do të thotë falënderues dhe ka madhru Allahun ashtu siç është ndash dhe ka ndjekur sunetin e pejgamberit e dhe kështu e kanë marrë vesh meselen e sabrit. Hadithi tjetër, nuk ka gjë më të mirë, thotë pejgamberi dhe e gjan më e mirë dhe e gjan se sa sabri. Prandaj sabri është ibadet i veçantë, se njeriu është musliman atë sa sabërli dhe zemërgjënësia është cilësi e pejgamberëve të Allahut dhe gjaja më e mirë, sendi më i mirë është sabri. Hadithi tjetër me radhë që do të thirrën ditën e Kiametit janë të parët që thirrën me hyjnë në xhennet janë falënderuesit në mirësi dhe sabërlit në fatkeqësi. A jeti nga këto, a falënderon Allahun dhe a je sabërli? A jeti ai i cili po mundohesh, po çish me marr vesh këtë mesele, çish mu bën në sabërli. Deri sa të kum ditë se sabri, ko ka veç kur des baba me bë sabër. Jo, jo. Sabër është, po kthejna, ibadet me bë më shumë. Sabër është në haramit më u largu, kufrit më u largu, shirkut më u largu, zullumit më u largu. Kan thënë ulemaja, çish janë ata ilaçet? Ilaçi i smundjeve të sabrit. Ilaç se kjo është njeriu që nuk ka sabër është i smund. Atë çish më shkënosh dhe më ristartu, më bën ti sabërli. E para është merr vesh këtë dynja, se kjo dynja është me sprova dhe Allahu krejt robt e tij ka më sprovu prej në Ademin deri në njeriu në fundit deri në ditën e Kiametit këtë njerëzit kanë më sprovu. E dyta, kërko dhe bën sabër dhe shpreso tek Allahu se kjo është ibadet i veçantë dhe shpërblimi është i veçantë, innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab, dhe bën sabër për hir të Allahut se do të shpërblejë dhe shpërblimi është pa numra. E treta, inna Allahu huwa alladhi yuqaddiru al-umur, Allahu është ai i cili ka përcaktuar sendet. A do më shnosh vetin më pas sabërli. Po s'mundesh me ndryshuti, se sikur çon këtë dynjaja më të bë dobi nuk ka mundësi përveç as ka ta ka caktuar Allahu. Sikur çon këtë njerëzimi më të bë dëm. U që Firauni me këtë ushtrin e ti, ushtrin më të fort mi ba dam Musa s.a.s. së mi bani, Allah ja thej qafën atënve. U që Ebu Gjehli me parin e ti, Allah ja thej qafën atyre. Kush dul fitimtar, dul Rasulullahi, dul Musa a.s. U që në kohën me Nemrudi me ushtrin e ti, për Ibrahimin me fut zjarë, kush dul, ata ishin sabërli dhe ata ishin fitimtar. U që me shtin në burg Jusufin a.s. tha inni akhaf Allah rabbel alamin, unë kam frikë Allahin Zotin e botrave, spranoj iftiran çka e ngjiti dhe tha burgi është më i mirë për mu. Bani sabër. Kush dul fitimtar, dul Jusufi a.s. Do thot krejt ata burrat mëdhej dhe krejt ata mas atyre çka i ndjekim na rrugën e tyre, ata janë njerëz që besojnë në kader dhe që shpresojnë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit. Prandaj, prej shembujve të shumtë, Muhamedi alayhis salam ka bërë sabër dhe ka dalë, dini rastin, në mes të natës prej unsijës madhe dhe ka dalë Abu Bekri dhe Omeri dhe i ka thonë, pse ke dalë në rrugë në mes të natës? Ka thonë, çka të nxerri ty? Ka thonë, ka nxerr ajo që ju ka nxerrë dhe juve. Unsia, Rasulullah alayhis salam, Abu Bekr, Omer kanë dalë prej unsijës. E atëherë, kush prej neve u kanë unë për ju veti na qëto? A imi kanë në herë që kemi hek unë të na, si do më gjenata pak më e rej që ka jemi. Pejgamberi Allahut ka bërë sabër. Atëherë, Jusufi alayhis salam burg, Yunusi alayhis salam barkin e peshkit, pejgambert me radhë të gjithë të tjerë që vinë. Prandaj të nderuar vëllezër, durimi
ose dobit e sabrit. Dhe pse e zgjedha këtë temë sonte në mesin e juve? Se unë kam nevojë dhe ju dhe gjithë muslimanët kanë nevojë për këtë ushqim të shpirtit dhe për këtë formulë e cila i sjell lumturi njeriu dhe e merr vesh tamam jetën që duhet. Dhe vallahi nuk ka mundësi mu marr vesh jeta e njeriu përderisa njeriu nuk e merr vesh sabrin. Se s'mundet as ibadet me bë, as mi respektuar në të Allahut, pas mu ndalu prej ndalesave të Allahut. Prandaj janë 5 pika të shkurta, ka më shumë janë 5, cilët janë dobit e durimtarit. Pse hoç duhet me bë sabër? E para se bëhesh nga ata që të don ty Allahu, apo don më dash Zoti ty pa. Thot Allah në Kur'an, wallahu yuhibbu s-sabirin, Allah i don njerëz sabërli. Qose nuk je sabërli, Allah nuk të ka dash as ty, as mu, as kërkan. Po Allah i don vetëm njerëzit që janë sabërli. E lutim Allahun neve të na bën sabërli. E dyta, shpërblimi është pa përcaktim të numrave, bi ghairi hisab. E treta, dobi e durimtarit të cilësie burrave më të mirë, të pejgamberëve dhe njerëz më sabërli dhe më të sprovuar kanë pejgamber të Allahut, e ne kemi obligim dhe kush don me shpëtu në dynja dhe në ahiret dhe me marr vesh lumturinë e dynjas dhe me dal faqebar në ahiret, cilësia e burrave të mirë është mi ndjek rrugën e burrave të mirë ata që kanë pejgamber të Allahut. Se nuk është rastisht historia e pejgamberëve, edhe sprovat që i kanë pas pejgamberët. Edhe jo rastisht hoxhallar dhe hoxha juvi ka përmend Ibrahimin alayhis salam me Musa. Pse? Që ne me marr mësim nga jeta e tyre dhe sprovat e tyre. E katërta, cilësia e durimtarit, muslimanit durimtar është cilësia e zemërgjënsisë. Dhe e pesta, se nuk ka mundësi me hinë xhennet njeriu zemër ngushtë, njeriu i cili është i gutshëm, njeriu i cili nuk bën sabër. Dhe cilësia e pestë, cilësia që do të thirrësh nga ana Allah subhanahu wa taala, falëndëruesi dhe durimtari do të jetë për njerëzve që do të thirret për me hinë xhennet. Prandaj lutim Allahun subhanahu wa taala që neve dhe juve Allahu të na bën sabërli në itaat të Allahut, duke e madhnu Allahun ashtu siç meriton. Lutim Allahun subhanahu wa taala që neve Allahu të na mëson ta shohim hakin hak, ta ndjekim atë dhe ta shohim batilin si batil dhe të largohemi prej saj. Dhe për përfundim pe përmeni 6 pikat e fundit, thot Ibrahim Ethemi rahimahullahu taala, kush don të jetë rob i Zotit i sinqert, kush don të jetë rob me cilësi, me bot kuptim të plot të burrave të mirë dhe të shnosh, thot dhe me arrit kategorinë e takvallëkit, devotshmërisë, çka po desh ka më kon sabërli. E folëm që gjys orë me radhë. Prandaj do t'i përmendim pikat shkurta se mos ta zgjatim më tepër. Thotë e para është kush don më kanë për njerëzve që e ka galën e ahiretit dhe don me pas shpirtin mutmain të qetë, të duhet t'i mbyllni derën e lehtësimeve dhe t'i hapni derën e vështirësive. Qysh? Mos më ja bën njëri bajram vetë dhe me thon se kjo dynjë është shumë e lehtë. Se kush ja bën lehtë shumë këtë dynjë vetit në ahiret se ka mirë. Po jeta është me sfida, me sprova të ndryshme dhe merr vesh se kjo dynjë është me sprova. E dyta që ka lidhshmëri me të parën, me mbyll derën e rahatijës dhe me hap derën e përpjekjeve. Mos më thon, "O xhallah, rahat jam unë." Ai çka thot rahat, s'është rahat, ta dini. Rahat është ai i cili madhron Allahun dhe përpjeket, se jeta është gjohd, xhihad rrjedh nga fjala gjohd, mu mundu, mu përpjek. Mu përpjek çka? Mu përpjek me madhru Zotin, me falendru Allahun, me bëj ibadet Allahut, me largu nga haramet edhe me respektu fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E treta, me mbyll derën e kibrit, e cila është smundje e madhe, dhe me hap derën e modestijes. Muslimani sabërli çka është modest dhe e shpreson shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. E katërta, me mbyll derën e xhumit. Çish me hoxh me mbyll? Ka njerëz që flen edhe natën shumë edhe ditën shumë. Ka njerëz që syt i kanë çela, më zemrat i kanë në xhum. Kuptimi i kësaj fjale është mos zgju prej xhumit, wasariu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dhe ngutini shpëtimin e Allahut duke bërë vepra të mira. Prandaj me mbyll derën e xhumit dhe me hap derën e ibadetit, sidomos natës. Sa ai ka e prish rahatlëkin natën, çohet ban ibadet për Allahun, garant atë njeri Allahu e ka bë prej sabërlive dhe është inshallah prej banorëve të xhennetit. Pse? Se njeriu është afër ku tadkhulul jannata bi salam, në hadithin e gjatë që transmeton Abdullah ibn Salami, njerëzit që të hyjnë në xhennet janë një prej kategorive që çohen dhe e prishin rahatlëkin natën dhe falin namaz. E dikush as ditën as natën s'fal, naudhu billah. Pse? Se s'ka sabër. Ai që ka sabër e fal namazin ditën farzet, po dhe fal namazin edhe natën për m'u afru Allahut subhanahu wa taala. E pesta, të mbyllni derën
e luksozit tepërt që s'ki nevojë, dhe krijesa më e ndershme është njeriu, dhe krijesa më e poshtër është njeriu. Krijesa më e ndershme është ajo inna akramakum indallahi atqakum. Njeriu më i dashur te Allahu, më i devotshëm te Allahu është i cili ka devotshmëri, është sabërli, ha? Por nuk lakmon na çka e shef mukon e tij. Do thot në teprim lakmon si çdo sendit. Prandaj kjo sen, ky element e dëmton shpirtin dhe besimin e njeriut. Dhe e funit me mbyll derën e shpresës të rrënjshme. Qysh me hoq? Po Allah është falës hoq, Allah i ka thonë Gafurur Rahim, edhe Allah i ka menaquar me rahmetin e tij në xhennet. Ti menejt tan jetën na hina në xhennet me rahmetin e Zotit. Por duhet mi marrë sebep për me hinë rahmetin e Allahut janë këtë ibadetet urnat e Zotit. Mirë po, shpresë e rrënjshme është me thënë se Allah është i mëshirshëm dhe ti asnjë hap për Allahun tanë mos mi bën. Asnjë moment sabër për urdhat e Zotit ti s'ke bën. Asnjëherë mendën se ke qute sprovat e pejgamberëve të Allahut. Prandaj kjo është shpresë e rrënjshme. Po thot Allah në Kur'an, por dije en Allah e shedidul iqab, se Allah e ka dhe dënimin e madh. Allah është mëshirues, Allah është falës, ama Allah është edhe që i ndëshkon në robrit që nuk e madhrojnë Allahun dhe i bojnë shirk Allahun. Prandaj përmes me zgjat më tepër elusim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të mirë dhe cilësitë e tija të bukur, elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu me rahmetin e tij Allahut na mëshiron. Prej në këtë moment Allahut na bën sabërli, spariher sabërli në urnat e Zotit, duke fal namazin, sabërli në akidën, në besimin që Allahu na ka ndëruar dhe na ka udhëzuar në këtë Islam, mu kanë sabërli në ibadet në lexim të Kuranit, mu kanë sabërli me da kohë për dhikrin e Allahut subhanahu wa taala, mu kanë sabërli me ardh me ngut ders, mu kanë sabërli me bë istikfar më shumë, mu kanë sabërli me shku në shkollë me mësu më shumë, mu kanë sabërli me i vizitu farefisin, mu kanë sabërli me shku të ismuti, mu kanë sabërli me shku dhe të vorët ka një herë, me kujtu ditën se një ditë edhe ti ki me hinja aty. Elusim Allahun edhe një herë me rahmetin e ti Allahut na ka plon neve dhe gjithë musliman. Elusim Allahun të vdekurit tanë, Allahut i mëshiron, smurit tanë Allahut i shëron, edhe neve Allah azza wa jall faqebar na ringjall së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.